Të takim me ju në rrjetet sociale, duhet ta filloj me ndërimin me 1 minutë heshtje të njërit prej miqve më të shquar, më të shtrenjtë, dhe më të çmuar të popullit të kombit shqiptar në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Maltezi dhe kudo që ndodhet. Ish kongresmenin Elliot Engel. Elliot Engel punoi si kongresmen, më falni, do e fillojmë dhe njëra. Elliot Engel, si kongresmen për 16 legjislatura në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, ndau kohën dhe zemrën e tij krahas zgjedhjeve dhe vendit tij të madh, edhe si promotor, avokat, zë i pamposhtur i kauzës së drejtë të shqiptarëve të Kosovës, shqiptarëve në Maqedoni, shqiptarëve në Maltezi dhe për demokracinë shqiptare. Në jetën time politike nuk kam njohur kurrë një njeri që të ketë bërë më shumë për kombin tonë me aq dashuri dhe pasion çfarë kishte mundësi se sa Elliot Engel. Ndërojmë ne me 1 minutë heshtje kujtimin e tij. I paharruar kujtimi i mi kuton të madh. Rikthehemi në bisedën tonë të përjavshme. Java që kaloi me këtë qeverisje ishte një javë përsëri ndëshkimi për shqiptarët. Qeveria e Edi Rams, në dallim nga çdo qeveri tjetër në Europë dhe në botë, mbajti qëndrim dhe mban qëndrim cinik ndaj rritjes së çmimit më të lartë në botë për naftën. Nafta 224 lek për litër shënoi çmimin rekord botëror. Dhe kjo jo se nafta u rrit kaq shumë për shkak të luftës në linjet mesme, por për shkak të ngarkesës më të lartë fiskale që Edi Rama ka vendosur për çdo litër naftë, për shkak të takses më të lartë që u merr qytetarëve shqiptar në çdo litër naftë prej 1.1 euro. Jo vetëm që refuzon të përgjysmoj barrën fiskale apo ta sjell në nivelin e ngarkesës fiskale që ka Kosova dhe Maqedonia në mënyrë që çmimi i naftës të arrijë në këto nivele, por ai njoftoi këto ditë se do heq edhe subvencionet për naftën e fermerëve. Domethënë, miliardierët që vinë dhe marrin nga 1 milion litra naftë në portin e Durrësit me jahtet e tyre super luksoze, e marrin naftën me 60 lek litrën, kurse fermeri detyrohet ta paguajë naftën me 220 lek litrën, çka do të thotë se sipërfaqe qindra dhe mijëra hektar do mbeten të djera dhe qindra e mijëra fermerë do të falimentojnë për shkak të pamundësisë së punimit tokave të tyre. Ky është një qëndrim cinik, një qëndrim i pashpirt, siç është i pashpirt dhe cinik qëndrimi ndaj pensionistëve, të cilëve ja u mbajti bonusin që duhet ja u jepte që në janar, muaj të tërë,
dhe tani sfundi doli kokoshi i katandisur në thel, u jep 8 euro për shumicën dhe për një pjesë të vogël të tyre shtesa është gjithsej 18 euro, pra u jep shumicë dërmuese të pensionistëve 2 kg domate në shtesë mujore. Ky është një tallje e re për pensionistët, është një tallje të cilën e bëjnë ata që nuk kanë më ndjeja, shpirt, zemër njeriu, por shohin vetëm pasurimin e tyre. Ndërkohë, ka vazhduar me pandërprer non-stop propaganda e tij në mbrojtje të veprës të mbrojtjes së korrupsionit të vet, të vjedhjeve të mëdha familjare që ai ka bërë dhe qeveritare. Ai kalon nga një grup patronazhistës në një grup tjetër patronazhistës, duke u betuar se Belinda nuk ka vjedhur në një kohë kur është një lloj, sikundër ajo pralla që thot mos kujtoni se kemi vjedhur, betohet se Shqipëria nuk ka ndonjë korrupsion të lartë dhe në mënyrë të veçantë përpiqet të mbuloj de facto bllokimin e procesit bllokimin e votimit të raportit IBAR në Bashkimin Evropian. Ky raport që ka të bëjë me standardet, me themelorët, ka të bëjë me shtetin ligjor, luftën kundër korrupsionit, është e 5 herë që është trajtuar para 2 ditësh me datën 9, dhe vërteta është që nuk ka rënë dakord që të votohet, ndonse e theksoj këtu. Ky është një raport ndërmjet dhe vendimi këtu nuk është përfundimtar, është thjesht një vendim i ndërmjet. Por as për këtë vendim të ndërmjet, me datën 9 prill, pas diskutimesh të gjata, vendet anëtare jo vetëm që nuk votuan, por përkundazi shtuan për Shqipërinë dhe një seri kushtesh dhe kërkesash të tjera. Edi Rama përpiqet me zëdhënësit e tij të mashtrojë shqiptarët, të flasë, të injorojë këtë fakt shumë të rëndë në një kohë kur ky raport, thash dhe njëherë, i ndërmjet, jo përfundimtar, për malën e zi, u miratua që në mbledhjen e parë, një muaj e gjysmë më parë, kur u trajtua në raportin bashkë me Shqipërinë, kurse raporti për Shqipërinë vazhdon të kundërshtohet dhe të mos ketë unanimitet edhe pas 5 mbledhjesh, në të cilat e vërteta është që vendet që kanë vrejtje për shkak të Lubi Ballukut, për shkak të Akshit, për shkak të mbrojtjes së korrupsionit nga Edi Rama, jo vetëm nuk janë paksuar, por kanë ardhur duke u shtuar. Në mbledhjen e fundit, siç mirret vesh, edhe vetë Komisioni Evropian ka ndryshuar shumë nga teksti i raportit më parshëm roz dhe vendet anëtare kanë sjell kërkesa tjera shtesë të shumta për Shqipërinë në procesin e integrimit. Pra, shqiptarët po paguajnë faturën e vjedhjes nga Lubi Balluku, Edi Rama dhe 2 lindat, linde e Akshit dhe linde e Surrelit që është dhe kryelinde e Akshit, në aferat e mëdha korruptive që ndodhen në prokurori, por që ndodhen tashmë dhe në të gjitha kancelarit europiane dhe botërore. Ndërkohë, zemrimi dhe revolta e qytetarëve shqiptar po zjen gjithnjë më shumë. Unë dje isha në Durrës për një nga aferat në tronditse, në të pakrahasueshme për vjedhjen dhe shpërdorim për portin e Durrësit. Porti i Durrësit, që Edi Rama po don ta shndrojë në Dubai në 1.001 netëve, përbën një grabitje të pasurisë publike prej të paktën 3.8 gjen 4 miliard euro dhe një gjob për ndërtim në portit të ri në Porto Romano prej 1 miliard euro. Ndërkohë, duhet thënë se
Porto Romano, me përmasat dhe projektin që ka, është një port që zhvlerëson në mënyrë përfundimtare portet e Shqipërisë, u jep përparësi porteve tjera të rajonit. Ky port ka 1/4 e kapacitetit aktual të portit të Durrësit dhe 1/8 ngjerë në 1/50 e porteve tjera të rajonit, kështu që faktikisht Shqipëria, nga një vend me një port strategjik për Bashkimin Evropian, siç është porti i Durrësit, del në një vend pa porte të rëndësishme, dhe kjo vetëm e vetëm që Edi Rama të bëhet super miliardier. Ndaj dhe ju ftoj të debatojmë për këto çështje dhe çfarë çështje që ju të gjykoni të rëndësishme, jam i hapur për çdo pyetje dhe çdo debat, çdo koment me ju. Filloj me Julian Plaku. Ju jeni i pari që keni denoncuar rrëmbimin e Daniel Shimës, ndërkohë që sot ka dalë dëshmia e tij në SPAK, ku thotë se aktualisht në krye të Akshit është njeriu i besuar i Ermal Beqirit, konkretisht Igli Tafa. Pra, ky institucion jetik dhe për partnerët drejtohet de facto nga një person në kërkim ndërkombëtar. I dashur mik, shqiptarët nuk e dinë se Akshi është gropa më e zezë dhe institucioni më fitimprurës për Ramën dhe familjen e tij. Akshi është institucioni ku Armand Frangu i shet shtetit kompjutert të blerë sikur i ka blerë me çmimin 10 herë më të shtrejtë se sa që kanë në dyqanet e Vjenës dhe të Parisit. Dhe inteligjencën artificiale me 75 milion euro në një kohë kur Republika e Kinës e ka bërë aplikacion në inteligjencë artificiale, botin e vetë inteligjencë artificiale me 6 milion euro DeepSeek, ndërsa në Shqipëri nuk e ka nam asnjë shan. Pra, Daniel Shima është ish zëvendëstori i përgjithshëm i Akshit, i cili u rrëmbye në mes të ditës me datën 18 gusht, fiks 6 ditë pas rrëmbimit të Geron Meçes në sheshin e Tiranës nga njerëz me uniformë dhe u dërguë në të njëjtin vend, u dërguë në bodrumet e Suelçels, në të cilat ai u keqtrajtuar shtazërisht, ju mbyll goja dhe ju bëhet ditur se po të fliste, do t'i ikte koka dhe duhet të tërhiqej nga çdo kërkesë për tendra që kishte paraqitur në Aksh. Cila është historia e tij? Unë e denoncova disa herë. Çfarë bëri Edi Rama me prodën e tij? E thirri dhe bëri një deponim në polici, të cilën nuk e dërgoi në SPAK, por e dërgoi në Prokurorinë e Tiranës. Dhe SPAK-u nuk e thirri Geron Shimën, por SPAK-u, Daniel Shimën, por SPAK-u e lanë kompetenca të Prokurorisë Tiranës, e cila kur e pyeti nëse SPAK-u, nëse ke një hetim për te, jo tha. Altin Dumani u përgjigj se nuk kemi ndonjë hetim për te. Tani më thonë që dosjen e SPAK-ut e ka marrë prap Altin Dumani. Dhe sikur Danielin e pas kanë pyetur, por Danielin nuk e kanë marrë as të pandehur, as gjë. Dhe duket se duan të zhvlerësojnë me çdo kusht dëshminë e tij. E vërteta është që Danieli din gjithçka.
dhe ai e din mirë, si kundër Gerondi, se linda e vërtet e Akshit është linda e Surrelit, kurse mirëlinda e Akshit është një hajdute, në emër bashkhajdute bashku me ta, që ka blenja 4 vila, 3-4 vila dhe që për Edi Ramën është e gjora që flen me, që banon me qera. Pra, mos presim ndonjë gjë të madhe prej tyre, sepse këta kanë marrë përsipër të mbyllin çdo hetim që lidhet me Edi Ramën, nuk lejohet. Unë dje isha në Durrës dhe çfarë i kujtova qytetarëve? Ju i kujtova se në vitin 2013 ne kishim një projekt për marinën e Durrësit, për një port turistik të Durrësit, dhe ky projekt ishte diku midis Hotel Volgës dhe Curilave. Ishte bërë dhe tenderi, ishte fituar dhe ishte bërë projekti, kishte fituar dhe gara ndërtuesi. Pasi ikem ne nga pushteti, Edi Rama është e regjistruar, i kërkon, e anullon tendrin, sepse i kërkoi Yllin Roqit t'i thot kompanisë së ndërtimit se i donte të pakten 10 milion euro rishfet. Dhe Yllin Roqi tha jo, unë nuk e marrë përsipër t'ja kërkoj këta, se kjo është i shumë që nuk më thot mende me ja thanë kur. Pra, këto janë të gjitha, i thash këtu, për të pasë ligj për Edi Ramën nuk ka, prokurori për Edi Ramën nuk ka, ndaj për Edi Ramën ka vetëm zemrim qytetar, zemrim qytetar, zemrim qytetar. Familja Blu Demokrate. Përshëndetje e nderuar lideri dhe kryetari i PD-s, Sali Berisha, do të doja një përgjigje nga ju në lidhje me zgjedhjet vendore në Tiranë. A do të jetë kandidati i Partisë Demokratike një figurë politike apo një profil qytetar gjithëpërfshirës? Dhe duke pasur parasysh akuzat e vazhdueshme e me vend për përdorim të mekanizmave kriminale të palishëm nga qeveria e Ramaduros gjatë proceseve zgjedhore, për çfarë garancish konkrete po punoni dhe a mendoni se po punohet mjaftueshëm me bazën për të siguruar një përfaqësim real dhe një proces të ndershëm? Ne do bëjmë gjithçka që të kemi kandidatët më përfaqësues në Tiranë dhe në mbar Shqipërinë, i dashur Perpo. Nga ana tjetër, theksoj se rruga e vetme për zgjedhje të lira dhe të ndershme është largimi i Edi Ramës nga pushteti. Edi Rama është armiku më i egër i votës së lirë. Dhe duhet të them se çdo iluzion se Edi Rama pranon zgjedhje të lira dhe të ndershme është një mbështetje e hapur për diktaturën. Ajo që ne arritëm, dhe kjo sigurisht ishte jetike dhe domosdoshme, ne arritëm t'i faktojmë botës, t'i faktojmë komunitet ndërkombëtar, t'i faktojmë institucioneve ndërkombëtare, se në Shqipëri zgjedhjet zhvillohen në kushtet e partisë shtet, se në Shqipëri zgjedhjet përcaktohen nga kartelet e drogës, se Edi Rama nuk ka shtruar administratën në polici politike terroriste elektorale, se zgjedhjet në Shqipëri janë një farsë e mirëfillt elektorale. Kjo tashmë është e qartë para gjithë botës. Por, nëse komuniteti ndërkombëtar e ka realizuar këtë plotësisht, e ka sankcionuar këtë në dokumenta ndërkombëtare më serioze, na takon ne shqiptarëve t'i japim duart këtij kriminali elektoral, këtij armiku tegër të votës dhe lirisë së shqiptarëve. Natyrisht, këtu kemi të bëjmë dhe me një faktor tjetër, shtesë nga ato që përmenda,
kemi të bëjmë me censurën e tmerrshme, të cilën kanë tendencë ta mohojnë, me manipulimin e jashtëzakonshëm që mediat e kontrolluar nga qeveria ju bëjnë të vërtetave dhe realitetit. Do t'u jap një shembull, dashur miq. Në muajin gusht qeveritarët ishin të gjithë me pushime dhe natyrisht nuk bënin lajme me lakuriqësinë e tyre në plazhe. Gjatë muajit gusht unë isha në seli duke dënuar çdo ditë farsën elektorale. 2 motra sqameze, secila më e ligë se shoqja. S'po e çoj gojën me tutje. Të amas bënë raporte se mediat 90% të kohës ja kushtojnë Sali Berishës. U bën famoze për mashtrimet e tyre të turpshme. Po kështu janë faktuar tashmë se nga zyra e Edi Ramës mediat marrin lista se cilët persona nuk duhet të shkelin në studiot e tyre, se cilët persona duhet të ftohen dhe të diskreditohen në studiot e tyre dhe se cilët persona duhet të ftohen e të lavdrohen në studiot e tyre. Natyrisht, kjo tani po bëhet gjithnjë e më evidente, ndaj dhe në raportin e OSBE Odirit për zgjedhjet thuaj se 90% e mediave kontrollohen nga qeveria. Faleminderit. Kristi Meshini, në protestat opozitare ku kam qenë edhe vetë, kam parë një revolt nga qytetarët për të ndalur nga strukturat e rrethave ose qarkut. Vinë 2 orë përpara kryeministrisë e shumica largohen sa për foto e video në rrjetet sociale. A nuk duhet koordinim që të ketë aksion deri në fund bashkë me deputetët e zonave dhe kryetarët e degëve? Sa mendoni se do të rezistojmë nga protesta në protestë? Dhe sa ndërkombëtarët mendoni të bindni me protesta paqësore, sepse Rama në 2011 erdhi me dhunë në pushtet, jo protesta paqësore, dhe sot ndërkombëtarët nuk po bëjnë asgjë për largimin e tij skandal pas skandali. Faleminderit Kristi. Kristi, ne në asnjë rrethant dhe asnjëherë që nga themelimi gjerësot nuk kemi synuar dhe nuk synojmë të marrim pushtet me dhunë. Kjo është alternativa jonë dhe ne i qëndrojmë besnik kësaj alternative. Protestat tona kanë patur sigurisht që nuk kanë realizuar qëllimin madhor të përmbysjes së qeverisë, por kanë arritur diskriminimin më të madh të saj në tërë qenjen e kësaj qeverie. Kanë arritur të përfaqësojnë qytetarë shqiptar me dignitet në një moment kur lobistë racist antishqiptar i kanë lejuar vetës të lëshojnë gojnë dhe të flasin se shqiptarët janë të pandjeshëm ndaj vjedhjes dhe korrupsionit të pasurive të tyre e tjere. Ndaj dhe ne do vazhdojmë, unë jam dakord që shumë nga protestuosit do të donin skenare të tjera, por jam i sigurt se ky skenar paqësor është më i miri, i cili do të na çojë drejt realizimit të qëllimit tonë. Qendresa shqiptare. Doktor, përshëndetje. Sistemi shëndetësor në Shqipëri, edhe pse ka godina dhe fasada me ngjyra, vazhdon të torturojë njerëzit që kanë hall. Personalisht po përballem me një burokraci të papar. Çdo analizë bëhet jashtë QSUT-s. Mosha e tretë e ka të pamundur t'ia dalë vetë derë në çdo cep të Tiranës, nëse nuk ka një shoqërues, fëmijën e vet apo një familjar. QSUT nuk bën as edhe një grup gjaku, jo më analiza të tjera të protokollit. Është një gjendje dramatike në menaxhim.
Kemi mbetur vetëm të falenderojmë mjekët që të paktën ekzistojmë, aq pak sa kanë mbetur me dinjitet dhe profesionalizëm, duke na dhënë zgjidhje ndose në kushte shumë të vështira. Si mendoni ju ta zgjidhni këtë situatë kur Partia Demokratike të vinë në pushtet? Faleminderit shumë për pyetjen dhe konstatimi juaj është konstatimi më i dhimbshëm. Shkatrimi që ju keni pa në rrugët e vendit është e vërteta që është vetëm një anë e shkatrimit total të këtij vendi. Por në të gjitha shkatrimet më i dhimbshmi, e them këtu, është shkatrimi i shtetësisë, në të cilën të smurt kanë dy ndëshkime, ndëshkimin e smundjes dhe ndëshkimin për mungesën e kujdesit të duhur shtetësor, ndëshkimin qeveritar. Dje po jap një shembull. Dëgjoja një mjek të njohur, i cili thoshte se unë importuam një aparatur 600.000 euro. Në ardhin e saj dhe instalimin e saj, mori pjesë ministrja dhe drejtoresha e përgjithshme e spitalit. Por natyrisht ta aparatura nuk u përdor për të smurin, sepse mungonin disa aksesore krejtësisht të paransishme. Ato operacione nuk bëhen as sot, tha doktori, sepse aksesorët përsëri nuk mungojnë. Dhe u detyrova të marr në telefon ministrën, a këtu ka gabuar ai, se ato s'meritojnë as telefon. Ato janë njerëz pa dinjitet, njerëz pa personalitet, janë automat të turpshëm. Dhe pastaj kishte marrë një përgjigje të denjë vetëm për ministrën. Çdo javë nga spitali onkologjik raportohet se këto ilaçe mungojnë, se brakiterapia prej 3 muajsh nuk funksionon, se të smurt mbeten pa mjekim, se të smurt qëndrojnë karrige. Po kështu janë në sektor të tjerë. Spitali njofton se analiza nuk bëjmë. Gjatë këto ditë të javës nuk presim për analiza se s'ka reagent. Së pari, do të pranojmë se shtetësia dhe më parë mjekësia kishte probleme të pamohueshme, po kur nuk kishte në këtë gjendje. Nuk ndodhte kur që të mungonin ilaçet në spitalin onkologjik. Asnjëherë. Nuk ndodhte kur që aparaturat të rrinin 1-2 vite të pahapura, sepse mungonte kjo apo ajo pjesë. Nuk ndodhte kur që të bëheshin tendrat, të jipeshin parat dhe ilaçet të mos vinin, siç është faktuar. Pra, një ndryshim dramatik do të ndodhë. Përsëri, ka një problem për mjek që ju i falënderuat. Ne do rrisim rrogat e mjekëve, do i afrojmë ato me rrogat e larta të vendeve tjera. Përndryshe nuk do kemi mjek. Ne do rrisim rrogat e infermierëve, do i afrojmë ato me rrogat e larta të vendeve tjera. Përndryshe nuk do ketë njëri të kujdeset për ne. Ne do sankcionojmë të drejtat e të smurit dhe do bëhet përgjegjës çdo individ, çdo institucion që nuk garanton ato të drejta. Garantojnë shqiptarët se nuk do mungojnë.
në mënyrë absolute asnjë ilaç i standardeve të organizatës botërore të shëndetësisë apo i domosdoshëm për jetën dhe shëndetin e tyre. Pra, pse u krijua kjo situatë? Kjo situatë u krijua se Edi Rama mori përsipër analiza, gjeti një murator dhe i dha laboratorin më modern. Ju them unë ju, spitali numër 1 kishte i UPAIS me një nga laboratorët më modern në rajon dhe kishte aty shkencëtar të vërtet, mjek të shquar, pasionant, të cilët punonin me përkushtim të madh. Edi Rama ja dha muratorit të vet. I dha sterilizimin patronazhistit, duke rritur koston e sterilizimit 83 herë sipas kontrollit lartë të shtetit. I dha check-upin bashkëshortës Kushuririt për nda parat me to, e cila në të vizituarit e saj ka marrë para shtetit shqiptar të paktën për gjysmë milioni qytetar që janë ndarë nga jeta vite më parë, sikur ata kanë bërë check-upin. Këtë kaos e krijoi Edi Rama, këtë mafje të pashpirt e krijoi Edi Rama, dhe mafja e shtetësisë është mafja me pashpirt e të gjitha tjerave. Albanian Americans, zoti Berisha, Rama pak ditë më parë tha se për shkak të situatave të luftrave, turistët që zgjedhin Turqinë dhe Dubajin do t'i marrë Shqipëria. A është kjo një mundësi reale për vendin, apo thjesht një tjetër propagandë qesharake duke parë problemet ekonomike, infrastrukturore dhe shërbimin dhe menaxhimin e turizmit? Kjo është si puna e miljardave të shpiragut. Miljard dhe fondit saudit të investimeve që do të krijonte Edi Rama me miljardat e shpiragut, dhe që do të notonin pensionistët në para dhe Shqipëria në naftë. Ky është një mashtrues ordiner që i gëzohet mashtrimit që nxjerr. Ky njeri gëzohet mashtrimit që nxjerr. Turizmi në Shqipëri e boshatisi dhe e goditi për vdekje rrëzimi i euros dhe dollarit me 35%. Dhe ky zhvlerësimi euros dhe dollarit në Shqipëri me 35%, 2 vit të fundit boshatisi plazhet e Shqipërisë dhe ju garantoj se këtë vit do jenë dhe me të boshatisura, sidomos tani pas njoftimit të një rreziku potencial iranian, tjerë Shqipëria nuk do jetë më, si do vazhdoj në ecurin e 2 viteve të fundit, pra thjesht mashtrime. Shqipëria e thatë bukur, e thatë shumë bukur, nga Semani, gjerë të Kepi Stills, jo vetëm nga Semani, ta them unë ty, nga Velipoja, gjerë të Kepi Stills, të gjithë, ndonë se ne ndërtuam 11 impiantet për punimi të ujrave të zeza, përveç njerit asnjë nuk punon. Të gjitha ujrat e zeza të Shqipërisë derdhen në brigjet e detrave tona. Ndërkohë impiantet janë, por nuk paguajnë energjinë elektrike për funksionimin e tyre. E çfarë turizmi u ofrojnë këta, turizmin e Gjirizit? Ndaj dhe braktisën plazhet dhe dalin mediat e kontrolluar nga qeveria dhe të censurës, dalin dhe thonë plasi turizmi dhe japin skena qesharake 2-3 vet në distancë, ata që janë vendas ta qojnë turist, sikur po ka plas turizmi në Shqipëri, ku plazhet janë krejtësisht bosh dhe numrojnë
për turist, pasagjerët e linjave të lira të aeroportit Rinasit. Ky është turizmi, ky është bumi turistik i Edi Ramës. Halit Pep Marku, Doktor Berisha, gjithë populli e di mirë se ti ke një çelës për të larguar Edi Ramën nga pushteti kriminal që ka pushtuar. A do ta hapësh këtë muaj që në verë të vim me të çmallemi në vendin ton, nxirr atë çelës, të lutem. Zemrimi qytetar, revolta qytetare është çelësi vetëm për të larguar Edi Ramën dhe bandën e tij. Dhe ne do bëjmë gjithçka që kjo të ndodhë sa më shpejt. Delvi Sinan Iliaj, Zoti Berisha, mediat në Meksik kanë shkruar për mafjen shqiptare, ku i përmendin si të lidhura me kartelet meksikane dhe të përfshira në trafik droge. Ndërkohë, një prej personazheve që sipas këtyre mediave pastron paratë e karteleve meksikane është pritur nga Edi Rama në zyrë, konkretisht Luftar Hysa. Sa e minon integrimin në BE kjo politike e Edi Ramës për t'u lidhur me kartelet e drogës dhe sa e dëmton raportin me aleatin ton strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës? Mendoj se, siç e dini, Shqipëria është vendi shteti i parë dhe narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë. Lidhjet e Edi Ramës me Sinaloan janë një problem madhor sigurie për Shqipërinë, Europën dhe botën. Janë një rrezik shumë serioz. Por këto janë vetëm një aspekt, sepse lidhjet e Edi Ramës me kartelet janë polivalente. Janë një numër tjetër i madh kartelesh me të cilët Edi Rama mban lidhje direkte dhe kërcënon me të sigurinë e rajonit dhe më gjerë. E vërteta është se këto klane, këto kartele janë armikët e egra të shqiptarëve, të Shqipërisë dhe po e shkatrojnë atë. Këto ditë, nëse keni ndjekur, Edi Rama flet për ndërtimin dhe përpiqet të ndërsejë ndërtuesit kundër opozitës, pse opozita denoncon kullat, gataçelet e drogës dhe si monumente droge dhe korrupsioni. Unë do t'u them shqiptarëve me këtë rast, se ne nuk jemi kundër ndërtimit, absolutisht jo kur, por jemi kundër makinerisë gjigande të larjes së parave të drogës në ndërtim dhe ndërtimit të karteleve të drogës, sepse ky ndërtim është ndëshkim i madh për shqiptarët, por shkatron ekonominë e Shqipërisë. Është e vërtetë që disa mina, 10 mina punësohen, por është e vërtetë nga ana tjetër se 100 mina tjerë falimentojnë për shkak të parave të drogës, që si ndërtojnë me para drogë, po e ndërtojnë me djerë zballi. Është e vërtetë se ndërtimet e klaneve të drogës kanë rritur në stratosferë çmimet e banesave dhe i kanë bërë mollë të ndaluar për qytetarët e Tiranës dhe shqiptarët detyrohen të largohen. Është e vërtetë se paratë e drogës që ndërtojnë kullat e drogës kanë rëzuar për dhe euron dhe dollarin. Kanë shkatruar me 10 mijëra ndërmarrje eksporti dhe kanë zënë nga Shqipëria 100 mijëra shqiptar për shkak të humbjes vendeve të punës. Pra, ndërtimi me parë droge është ndëshkim për qytetarët shqiptar. Qeveria e Partisë Demokratike është zotuar se do të normal ndërtime vetëm e vetëm për të shkatruar
ndikimin e tmerrshëm të karteleve të drogës mbi ndërtimin në Shqipëri. Se ato do shiten me çmime të levërdishme, në mënyrë që të rinjtë shqiptarë të mund strehohen dhe u ipen kredi. Pra, këto kulla droge kanë bërë emergjente një politikë sociale strehimi dhe ne qëndrojmë plotësisht pas saj. Maxi Boni, doktor, e çuditshme se si nuk pas ka komente negative sot. Me sa duket administrata, aktivisti ka marrë pushim, me që është dhe pashk. Tani, them një gjë që ata hajdutët s'kan as pashk, as bajram. Po janë duke tret vjedhjet e tyre, se Zoti nuk i pranon ata që vjedhin të varfrit për të krijuar pasurinë e tyre. Në vazhdën e asaj që po thonit, Çaju Pshehaj, Zoti Berisha, Edi Rama, njeriu që ka orkestruar pastrimin e parave në ndërtim nga Durrësi, u shpreh se do të bëj politikë për strehimin social. Me pak fjalë, paralajmëroi se strehimi social do të jetë karta elektorale e tij në 2027-ën. Po a mundet të bëj propagandë për strehim social një njeri që bashkëpunoi me kartelet për pastrimin e parave në ndërtim dhe sa është rreziku që me paratë e taksave të shqiptarëve të subvencionoj blerje apartamentesh tek sipërmarrës të lidhur me krimin e organizuar. Papagalli ka përsërit premtimin ton, por të garantoj që nuk do i përmbahet, sepse ai është udhëhequr vetëm nga por ati diktojnë çdo gjë kartelet e drogës. Dhe rishfeti katet që merr ai në kulla dhe pallate. Kështu që ajo e ndërtimi social është thjesht një pjesë e programit e deklaruar nga unë dhe Partia Demokratike në një sëri rastesh, por ai nuk ka ndërmend, sepse nuk janë ndjen ati. Pyet e pak, pyet qytetarët e Durrësit që u përmbytën në mënyrë të dhimbshme, e them këtu, kam ndjerë shumë dhimi ato ditë kur i shija me qindra mira banesat përmbytura. Cili prej tyre ka përfituar qoftë dhe 100 darkë dëm shpërblim? Nga ajo përmbytje që në fakt ishte e kombinuar, ishte sigurisht shirat, por absolutisht ishte zënja me dorë, e krijuar me zënja kanaleve dhe vjedhja e pompave të hidrovorit në Hamallë dhe tjetra spostimi i hidroforit tjetër në një nivel që lejon nuk kapte ujra. Pra, ishte e bërë me dorë ajo përmbytje, po thuaj jam tonë. Çfarë dha ai qytetarëve të Durrësit? Asgjë. Po qytetarët e Durrësit do ta kapin ata, unë tani më kanë thënë mos thuaj me domate se shtrejtua domatja, po ta gjujnë me vezë dhe me diçka tjetër, të gjejnë në gjë që ta gjujnë, dhe më thënë, tani nëse më shkruante një bashkëbisedues, një antar i Partisë Demokratike, doktor, mos thuaj më për domates, se arrit çmimi i domates dhe nuk na del hesapi. Jusuf Zalli, përshëndetje Zoti Sali Berisha, unë jam Jusuf Zalli nga Dublini, Irlandës. Vi në çdo protestë që ke bërë, por të pyes më 17 prill, a do të rrim në shesh sa ta largojmë me të gjitha aleatët se Edi Rama ja ka shpif gjithë popullit shqiptar edhe në përbot? Njëherë një mirënjohje të pakufishme, Jusuf, për ty që vjen nga Irlanda në protestë. Shumë mirënjohje. Ne do bëjmë gjithçka për largimin e tij. Dhe Partia Demokratike nuk përmbush misionin e saj në qoftë se nuk largon Edi Ramën që shqiptarët votojnë të lirë. Dajona Ruka, doktor përshëndetje, çmimet janë çmendur. Paratë e rrogës nuk na mjaftojnë as për gjysmën e muajit. Ky i gjati në 2013 premtoi uljen e TVSH-s për çmimet e shportës në 6%, si dhe uljen e TVSH-s për energjinë. Ndërkohë, të gjitha janë rritur dhe asgjë nuk po indeksohet. Partia Demokratike, çfarë do të propozonte në këtë situatë?
Faleminderit. Partia Demokratike si shqyrtoi problemin e naftës, po shqyrton këto ditë dhe do bëjnë do paraqes para qytetarëve platformën e saj për sa i përket ushqimeve të shportës. Unë të garantoj si hap i parë do t'jetë ulja e TVSH-s në 6% për të gjitha ushqimet e shportës. Dhe kjo është bërë e domosdoshme. Sot ky flet këto kohë se ka rritur rrogat. Çfarë del nga rritja e tij e rrogave? Nga rritja e tij e rrogave del se rrogat në Shqipëri janë përsëri më të ultat në rajon. Në një kohë kur ato ishin më të lartat në rajon në vitin 2013. Në një kohë kur Maqedonia ka TVSH në ushqimeve 6%. Dhe i ka ushqimet shumë më lirë. Kosova i ka ushqimet shumë më lirë. Është e domosdoshme një ulje e madhe e TVSH-s në të gjitha ushqimet e shportës. Dhe kjo do të ndodhë. Gëzim Brunga. Përshëndetje doktor, për te vjedhjeve dhe çdo ide realizon Rama në dëm të popullit shqiptar, a do të arrihet që në zgjedhjet lokale të japim një kandidat për të marrë në duar qeverisjen vendore, mbas dhuratës që në 2019 Partia Demokratike e atëhershme i dhuroi bandës së rilindjes? Do bëjmë gjithçka për të paraqitur shqiptarëve kandidatët më të mirë, më të pëlqyer, më të aftë për ta. Wesley Arben Shurdho. Doktor Berisha, përshëndetje dhe respekte. A do të ketë lidhje numri i bashkive me reformën e re territoriale, e cila të ketë prioritet sa më afër qytetarëve me reduktimin apo përgjysmimin e punonjësve fiktiv, patronazhistëve, të cilët nuk shkojnë në punë, por vetëm firmosin në bordero dhe përdoren vetëm për presion ndaj qytetarëve për zgjedhje. Faleminderit. Faleminderit Arben për pyetjen. Duhet t'u informoj se Komisioni i Reformës do të fillojë ndigjesat publike. Zoti Luciano Boçi ka shpërnda platformën për debatin publik dhe jam i bindur se edhe në zonën tuaj do zhvillohet ky takim dhe do merren gjërësisht mendimet e qytetarëve. Ne pa diskutim që në projektin ton kemi si qëllim të ofrojmë shërbimet qytetarit. Ky do jetë parimi themelori yni. Sikundër, në rast se kujtoj Arbe, kur Edi Rama me një të rëndlapsit për qëllime elektorale dhe për qëllime antishqiptare në mënyrë që të çpopullonte Shqipërinë, kaloi nga 410 bashki dhe komuna në 61 bashki, u tha shqiptarëve se ju hoqa nga shpatullat dhjetra mira rrobtar, që si parazit pagueshin me taksat tuaja. Cila është e vërteta, Arben? E vërteta është se sot numri i rrobtarëve të njësive të qeverisjes vendore të pasgjedhura nga qytetarët është minimumi 2,8 herë më i madh se sa ishte kur ato zgjidheshin. Pra, u krijuar një ushtri patronazhistësh e cila rjep qytetarët me rrogat e tyre dhe nuk u ofron asnjë shërbim, nuk u ofron asgjë. Kështu që duke vendosur këtë kriter, ne do marrim mendimin e qytetarëve, ne do jemi transparent Arben para të gjithë shqiptarëve se cili është projekti ynë, natyrisht
Edi Rama që përdori 83 mandatet e krimit për të mbrojtur vjedhjen dhe shpërdorimin e të paktë 1.2 miliard eurove që si tha prokurori Lubi Balluku meritonte 36 vite burg dhe që në fakt i meritonte po aq Edi Rama më shumë sepse dosja është absolutisht simetrike, madje mbi simetrike sepse është më e madhe pesha ose përgjegjësia e Ramës në atë dosje direkt, kështu që nuk besoj që ai të ketë normen të pranoj, por ne projektin ton do ta bëjmë dhe doja paraqesim shqiptarëve. Doktor Adelina Dragoshi, doktor përshëndetje, dje me pensionistët, Rama tha që shqiptarët marrin 11.000 euro për frym. Nuk e di si mund t'jetë njeriu kaq mashtrues. Faleminderit. Ky është një Adelina, do më falish, po unë e kam thënë disa herë, nuk më vjen mirë që këtë nuk më vjen, ai meriton çdo epitet. Por mund t'u themi gjë që në mënyrë absolute njeri më ignorant për sa i përket qeverisjes nuk është ul kur në atë karrige. Në qoftë se të kujtohet Adelina, ky kur shkonte në fushat elektorale, shkruante në plam dorës termat GDP, termat GDP për frym, e tjerë me radhë, sepse nuk i dinte. Ky në radhë të parë nuk ka asnjë ide se çdo të thot GDP per capita, se çdo të thot GDP nominal, se çdo të thot me power purchasing, dhe se sa pasqyron ai të ardhurat që marrin qytetarë. Pra, po, Shqipëria ka një rritje, që ta dinë shqiptarë, 3.sa% dhe kjo rritje që përkthehet apo shprehet ta supozojmë në kaq mi euro të ardhura për frym, këto të ardhura shkojnë rradh parë oligarkëve. Imagjinoni tani ju. Krye trafikanti i drogës me 6 miliard euro i fund dhe i shtonë në ndërtim. Dhe ato u quhen ju të ardhura për frym. Ju s'keni asnjë përfitim përkundrazi. Ju dëmtoi shumë nga kjo. Pse dëmtoi? Sepse ai përveç tjerash blen katet me çmime stratosferike. Përveç tjerash shkatron importet, shkatron prodhimin në vend. Importet rrisin çmimet. Pra, nga kjo rritje, ky lloj rritje që ndodh, është një rritje pa frut. Është një rritje që disa i çon në qiell me pasuri, kurse të tjerët i lën për tokë në varfëri. Dhe nuk ka dhe ky që e përdor, marrin pak më, po ky është thash, nuk ka as nocionet më elementare. Do jap dy dhëna tjera. Ç'a ndodh në këtë rritje? Rritja ekonomike e Shqipërisë duhet ishte produkti i ekonomisë shqiptare. GDP, rritja e përgjithshme. Nuk është produkti i ekonomisë shqiptare. Vetëm 49% vjen nga ekonomia. Na vjen tjetra. Tjetra vjen nga taksat e larta. Nga përqindja që u merr në çdo kilogram vaj, në çdo ilaç, në çdo gjë me TVSH. Dhe nga taksat e tjera. Nga 1.1 euro që merr për litrën e naftës. Në një kohë kur në vitin 2013 paguanit taks qarkullimi 7 lek, sot paguan 28 lek. Nga vjen kjo rritje? Vjen nga ndërtimi, undala, i cili vjen nga aparat e drogës.
Po ka dhe një aspekt tjetër që duhet ta dinë shqiptarët. Investimet e huaja. Ky është një mashtrues i pa skrupull. Edhe instituti i tij informon se investimet e huaja në 2025 në arritën në 1.6 miliard euro. Rekord. E vërteta është që është një mashtrim, është një lloj si eksportet. E di ç'bëri filloi me Baku, kur Iran eksportet, quhen të eksport naftën që sillte Kosova në Durrës dhe e kalonte në Morin. Dhe këte quhen të eksport e dirama. Ajo importohej për Kosovën dhe delte se Shqipëria po eksporton të naftë, gjersa qeshi gjithë bota me te dhe e la. Edhe këtu tani, vim të investimet e huaja. Si janë këto? 800 milion. As një qindar këtyre s'është e huaj. Janë kompani të huaja që punojnë në Shqipëri dhe që investojnë parat e tyre për zgjerimin e kompanisë në Shqipëri. Pra janë parat mirëfillta shqiptare. Nuk vjen asgjë nga bankat, as kapitalet e krijuara jashtë Shqipërisë. Nuk janë investime direkte, siç ishin tazam investime që bëheshin për Tapin, siç ishin investime që bëheshin për hidrocentralin të Moglicës dhe të Banjës, siç ishin investimet për hidrocentralet e Fanit. Pra, këto investime nuk vinë nga jashtë. 800 milion janë të brendshme. Ky quhen të jashtme. Pse i quhen të jashtme? Sepse pronarët mund të jenë emra të huaj. Së dyti, nga ato që mbeten, ç'a ndodh? Prisni. 30% janë blerje dhe ndërtesa nga kosovar, nga shqiptar nga Maqedonia, nga jo shqiptar në Shqipëri. Sa japin punësim ato, më thoni pak? Është forma më rudimentare e punësimit që japin ato. Maksimumin punësoj një njeri për t'ja ruajt villa apo apartamentin apo asgjë. Pra, u bën 80% pa frut, investime pa frut, mbeten gjithsej 18%. 18% janë nivele katastrofale investimi, janë të barabarta me investimet që bëheshin në vitin 2005-2004 dhe asgjë tjetër. Ndërkohë kur gjatë në vitin 2011 Shqipëria mori 1 miliard e 400 milion investime. Gjatë viteve në vazhdim ishin investimet e Tapit, investimet e kaskadës Devollit, investimet e kaskadës të Fanit, e tjerë të cilët përbënin portofolin kryesor të investime, pra ishin para të huaja që investoheshin në Shqipëri. Ndaj dhe të gjitha ato që thot ai, vetëm një njeri që s'ka ABC-n, nuk ka haberin, nuk ka dhe që e ka pasion gënjeshtën, mund thot se shqiptarët marrin 11.000 euro në vit. Diaspora shqiptare. Zoti Berisha, një pyetje konkrete. Pse nuk e thërrisni popullin në protesta për rritjen e karburantit? Përveç protestave që po bëni, duhet edhe kjo protestë specifike. Shumë i drejtë sugjerimi, zotëri. Dhe protestet në ardhshme janë të ftuar të gjithë. Është e domosdoshme, kjo që ndodh me karburantin në Shqipëri nuk ndodh kund. Dje unë po shihja një koment të një televizionit të huaj dhe tregonte çmimin më të lartë në botë vinte 224 vinte çmimin 2.24 euro ose apo dollar. Që çmimi i Shqipërisë. Ky është çmimi i Shqipërisë. Dhe ky çmim vjen absolutisht kryekput për shkak të tatimit më të lartë në botë. Edhe njerë, ja u them shqiptarëve,
bëni një kontroll. Nuk do të gjeni kur taks mbi litrën e naftës në 61% të çmimit të saj përveç se në Shqipëri. As Singapori, as Hong Kongu, as dhe një vend tjetër. Dhe pyetja në fundit, doktor, flitet që për ukrainasit nuk nevojitet vizë për të ardhur në Shqipëri. Mos vallë rilindja e sheh këtë si mundësi për të pastruar paratë e pista që përdoren në ndërtim përmes blerjes së apartamenteve nga ukrainasit që preferojnë të vinë dhe të jetojnë në Shqipëri? Është një praktikë që heqja e vizave për një sëri vendesh, dhe unë nuk kam një kundërshtim për ukrainasit, por këtu parat lahen në Shqipëri, parat i lahen kartelet më të mëdha të drogës në botë, siç është Sinaloa, siç është Franz Çopja. A mund të imagjinoni ju, i dashur, një njeri që s'ja ke dëgjuar emrin kur gjerë para 3-4 muajve, që na del se në vitin 2021 ka disponuar dhe ka transportuar drejt Europës nga Ekuadori 28 ton kokainë, 17 ton në Rotterdam, 11 ton në Antwerp. Edhe i thoshte ortakut në telefon, se u bëm kampion të Europës, se nuk ka për kushkur ngarkesa kaq të tilla. Ai është lidhje direkte e Edi Ramës, ta dishti, sepse ai është një antar i kartelit Çela. Adelaida Rocco është ndrikulla e drogës që vjen direkt pas Edi Ramës për leje të ndërtimit dhe urbanistike në Shqipërisë dhe paguën kushdo sasi të mëdha para, pra janë kartelet e mëdha të drogës që dominojnë krejtësisht kullat e drogës si monumente korrupsioni dhe droge. Edhe një fundit, Çajup Shehaj, zoti Berisha, nëse Partia Demokratike do t'ishte në pushtet dhe ju do t'ishit sot kryeministër, çfarë do të bënit për çmimin e naftës? Ju përshëndes. Për çmimin e naftës, i dashur Çajup. Çajup, më fal. I dashur Çajup, për çmimin e naftës, akti i parë rrëzimi i ngarkesës fiskale të barabartë me Maqedoninë dhe Kosovën. Shumë thjesht. Kjo do jetë akti i parë. Së dyti, Shqipëria prodhon naftë, edhe sot prodhon naftë. Prodhon 10.000 fuqi në ditë. Dhe është absolutisht jo e papërfillshme. Por këta çfarë bën? Këta shtruan në skrap Ballshin. A ishte Ballshi për të shtruar në skrap? Absolutisht jo. Sepse pse ta them unë jo? Sepse u privatizua me një vlerë për 110 milion euro. Dhe kompaninë botë që të blinte skrap 110 milion euro nuk ka. Por Ballshi, pa diskutim, kishte nevojë për investime, për përmirësim teknologjisë, po ta them gjatë periudhës që ne ishim në pushtet, Ballshi prodhonte 200.000 ton naftë të rafinuar, të standardeve shumë të mira. Këta i privuan shqiptarët nga kjo. Pse kështu? Sepse me importin vjedhin më shumë. Çfarë ndodh sot për shembull? Pse ky çmim i lartë përveç kësaj taksës më të lartë në botë, se ka askush. Nuk ka 61% ngarkesë fiskale. 350 deri 400.000 ton naftë futen kontrabandë.
futën kontraband. Anije tëra vin nga Libia të mbushura me naftë. Po kush mund të fut, cili mund të fut përveç qeveritarve anije naftë kontraband, përveç Edi Rams dhe Ministrit Financave, askush tjetër. Askush. Anije duket. Shiko që ndodhi. E kapën një anije, doli pronari saj, e po tha se e kisha përshkue jo këtu, jo aty, u përzje me ujë, dhe a iku nafta, dhe as naftën nuk ja konfiskuar. Pra, është faktori dytë i këtij çmimi stratosferik është vjedhja. Një gjë do të them, çaju. Gjatë viteve në pushtet, ne çdo kanonin, ne kishim të regjistruara gjysmën e veturave që janë sot. Por çdo kanonin rreth 2 fishin e asaj, duke marrë dhe prodhimin e ballshit, pra ne çdo kanonin rreth 200-300.000 ton më shumë se sot, dhe përveç kësaj kishim fusnin në tregun e vendit 200.000 ton naftë të prodhuar në ballsh. Kurse këta çdo kanonin më pak se Kosova, e cila ka gjysmën e veturave që ka Shqipëria. E kanë shtruar naftën në një mall që vjedhin nga Mbjezi Gjernëdar. Këto ishin pyetjet, doktor. Mesazh të fundit? Mesazhi im i fundit është një thirrje. Një thirrje nga zemra për çdo qytetar shqiptar, pavarësisht nga bindjet e tij politike. Për çdo tri shqiptar, për çdo pensionist, për çdo punëtor, për çdo punojës, për çdo intelektual, të bashkohemi me 17 prill. T'u tregojmë shqiptarëve kudo që janë. T'i tregojmë Europës dhe botës se ne qëndrojmë të pamposhtur përballë këtyre hajdutëve, që s'kan ligj as moral, që shkelin kushtetutën, që po i mbyllin Shqipërisë dyert e integrimit në Bashkimin Evropian. Të mos harrojmë se protesta jonë është shpresë për shqiptarët, është shpresë për miqtë tanë në Europë dhe në botë. Është mesazh se ne qëndrojmë kundër korrupsionit, vjedhjeve. Ne qëndrojmë për shtetin ligjor, për të ardhmen europiane. Ndaj dhe të bashkohemi kundër këtij ndëshkimi që i bën Edi Rama çdo qytetari shqiptar me çmimin më absurd të naftës, me taksën fiskale më të lartë në botë për 1 litër naftë. Të bashkohemi për këtë varfëri që po përpinë gjithnjë më shumë qenjen tonë. Historinë e tregut shqiptar kurrë kilja domateve nuk ka patur këtë çmim që ka sot. Ju garantoj se qëndrimi në heshtje është mbështetje për Edi Ramën, prandaj të ngrihemi të mos pajtohemi me këtë situatë gjerë në përmbysjen e tij. Faleminderit.